edhe djelëve ju këmë thonë, kur gjë tjetër mësë më gani, veç në gërbet mësë shkani. Rrini që të. Mjallët e livallëve edhe e molit. Blina ka pak, bagrina ka pak. Krahas buqësisë, afrimi merret edhe me blegtori. Ai ka lopë dhe dele që i mban në fermë dhe për të cilat kujdeset çdo ditë. Po na gjithë i kena lëshu, kena pas makallabllak, po para do vjetë kena zvoglu numrin. Të po që edhe këta tritë nuk pijdujnë ashtu si kur na. Tash na s'mujna mi mojt ashtu shumë, shkaku që kanë thonë shtri komcat më rinë ergoni, e tash na qa e shumë që mune mojmë edhe e bojmë. E qka s'mujna edhe me mojt, edhe se bojmë. Që ka thonë ai blej qka të vynë shit, qka s'dvynë. E tash na mirë edhe me blet edhe me do dele, i keme do lëp, do vjeta. Qështu bollë po dalin punë, jo misri, jo pemt, jo bashqet, jo grunajat. Që tash për momentin i kemë 12 dele. Çfarë racat janë ato? Vallaj, po thuj se janë bardhoke. Të mire janë delet, po që edhe ato nuk i lëshoj kur. Me mbi 22 vite përvoj, ai e ka nisur këtë punë nga zeroja. Gjithçka është ndërtuar me duart e tij, me shumë përkushtim dhe dashuri për punën. Me të kallëzu drejtën na fort me qëtu që i kom bosh tash s'mromi, halesi këna më rri atë numër që me thonë me shita din, veç për veti. Do me thonë se me qatë mene kom bo mi pas për kur ban bajram për veti, për shpi, për familje. Edhe mos me rrit numrin ashtu shumë të madh. Çmimin po thujmë po shkojnë shtrejt, po i shohëm, po na nuk kena shit, që me thonë me qëtu që i kena bosh tash që 5-6 vjetë, e kënina nuk kena shit. Për para kena shit, kena pas shumë, ka pas leverdi, që shio bilet ashtë edhe ma shumë, rritë çmimi i kofshëve, se këtë këtë e ka bo, që jenë dali jashtë, po mojnë njerëz pak po mojnë në kofsh, që të të na, që të në lagje, dikun nuk konë numri, ndashtuj, veç na i kena pas dikun 120 copa, 30 copa, lëp, edhe dele. Ai thot se lopët janë krenaria e tij, burim i qumështit dhe produkteve natyrale që ushqejnë familjen. Vallai, unë po të tregoj, shumë kush ma bon këtë pyetje, edhe në vesin, ku e merë gjithë këtë vullnet. Mullet të lupa, mullet të dilja, mullet të blita, mullet të kallamuqi, mullet të pemt, të grënoja, të peshqit atje, do të mi qitë me shqyje, sene. Ndërkohë që shumë nga të afërmit e tij janë shpërngulur jashtë vendit, afrimi vendosi të qëndrojë në Kosovë dhe të ndërtojë jetën e tij në fshat. Secili e ka tash simas dëshirës vetë, vullnetit vetë, po unë të kallëzova dhe pare tha, shjem konë një 3 herë. Njere kom pas nonën, atje kom quë se u konë smut, se baba atje në mërgem, e kom quë. Ta një herë veç për qef, u ka pas tirë baba, thët hajde rrim. E mas të mrami, kër e ka pas vra kamën baba, u duf me quë atje, te mjekt. Se këtu e ka pas ty kamën që darë që tu, e këna pas quë atje me djallë të migjës, 2 javë mas të mrami, dhe më thonë kjo konë vitit i 91 që aty. Edhe unë e kom thonë, nuk ka kra për gërbet, nuk e du gërbetin. Nuk e du gërbetin. Edhe djelëve ju kom thonë, kur gjë tjetër mësë më gani, veç në gërbet mësë shkani. Rrini që të.